Mos harro të bësh subscribe. Mbani shënim datën 13 nëntor. 3 shenja do marrin një thes me lek dhe bekim nga universi. Universi po përgatitet të shpërthejë në një valë të jashtëzakonshme energjie me datën 13 nëntor, një ditë që do të hyjë në kujtesën e shumë njerëzve si dita e bekuar e fitimeve. Kjo datë është pika e artë e nëntorit, momenti ku planetet rreshtohen në mënyrën më të fuqishme për të çliruar fatin financiar, shpërblimin dhe bekimin hyjnor. Çdo shenjë do ndjej dritën e kësaj dite, por vetëm 3 shenja të zgjedhura do përmbyten nga dhuratat e universit, një thes me lek, mundësi të mëdha dhe një energji që ndryshon gjithçka. Hëna dhe Jupiteri krijojnë një kombinim të rrallë në 13 nëntor, duke bashkuar bollkun, fatin dhe materializimin e dëshirave. Kjo është dita kur çdo lutje, çdo dëshirë dhe çdo qëllim marrin formë konkrete. Është dita ku diçka e madhe mund të ndodhë papritur, një lajm që ndryshon jetën, një pagesë që vjen, një mundësi që s'e ke imagjinuar, dhe të gjitha këto me ndihmën e drejtpërdrejtë të forcave kozmike. Energjia e kësaj date është si një derë e artë që hapet vetëm për disa orë. Ajo që e kap, përfiton bekimin e plotë. Nëse ditët e fundit ke ndjer lodhje, pasiguri apo vonesa, më 13 nëntor gjithçka kthehet për mirë. Universi do të sjellë shenja të qarta, ndoshta një mesazh që se prisje, një person që të kontakton, një ide që ndizet papritur në mendjen tënde. Këto nuk janë rastësi, janë sinjale të bekimit që po afrohet. Në këtë datë, hëna ndodhet në një fazë ndriçimi të plot emocional, duke hapur portat e energjisë së pasurisë dhe të dhuratave të jetës. Jupiteri, planeti i fatit dhe i bollkut, ndodhet në përputhje të përkryer me diellin, gjë që ndodh rrallë. Ky kombinim sjell rrethana të duhura për sukses të menjëhershëm, fitime të papritura dhe përmbushje shpirtërore. Disa njerëz do e ndjejnë këtë valë si një rrymë drite që i mbush me gëzim, ndërsa të tjerë do shohin rezultatet në mënyrë shumë konkrete, në punë, në fitime, në lajme që i befasojnë. Ky është momenti ku universi hap thesarin e tij të fshehtë dhe zgjedh kujt do t'i adhurojë. Dhe mos harroni, kur themi thes me lek, nuk flasim vetëm për lek fizik. Flasim për pasuri në çdo formë, mundësi, gëzim, qetësi, dashuri dhe mrekulli që të le pa fjalë. Në këtë ditë, gjithçka që bëni me qëllim të pastër, do të shpërblehet shumë fish. Nëse merr një vendim, firmos një marrëveshje apo nis diçka të re, energjitë e 13 nëntorit do ta bekojnë rrugën tënde. Universi do të jetë pranë atyre që veprojnë me besim dhe zemër të hapur. Kjo është një ditë që nuk duhet humbur, sepse ndodh vetëm një herë në disa muaj dhe efekti i saj zgjat deri në fund të vitit. Është dita kur njerëzit e drejtë, ata që kanë duruar, ata që s'janë dorëzuar, më në fund marrin shpërblimin që meritojnë. Është dita e thesit të ardhë, dita kur bota shpërblen me bollët dhe universi e bën realitet atë që dukej e pamundur. Disa shenja do e ndjejnë këtë si një tronditje të mirë, një ndryshim që ndodh papritur dhe që u hap portat e fatit. Për të tjerët, bekimi do vijë më i butë, si një ndjenjë sigurie, një paqe që se kanë ndjer prej kohësh, një gjendje ku çdo gjë fillon të ecë vetvetiu. Por për 3 shenjat e zgjedhura, kjo do jetë dita më me fat e gjithë vitit. Energjia e 13 nëntorit është e lidhur me vibracionin e numrit 4, numër që simbolizon stabilitet, realizim dhe themel të fortë për të ardhmen. Do të ndjesh që gjithçka që ndodh atë ditë nuk është përkohësisht e mirë, është hapi i parë i një periudhe të gjatë bollku. Universi thot qartë, nëse ke besuar pa parë, tani do shohësh pa pyetur. Nëse ke dhënë pa kërkuar, tani do marrësh pa pritur. Prandaj, mbaje mend këtë datë, 13 nëntor. Mos e kalo si çdo ditë tjetër. Zgjohu me besim, puno me dritë, bëj një dëshirë dhe beso në të. Sepse ajo do realizohet dhe ndoshta do jesh një nga ato 3 shenja të përzgjedhura që do marrin thesin me lek dhe bekimin e universit. Demi, kjo është dita që ndryshon fatin tënd financiar. Pas një periudhe të gjatë përpjekjesh, mëdyshjesh dhe pritjesh, më në fund universi po e hap thesarin për ty. Në datën 13 nëntor, energjia e Jupiterit dhe e hënës aktivizon shtëpinë tënde të pasurisë, duke sjellë lek të papritura, një mundësi të artë apo një ofertë që ndryshon rrjedhën e jetës. Në punë mund të ndodhë diçka që të lë pa fjalë, një propozim, një rritje, një projekt që të bën të ndihesh më i vlerësuar se kurrë më parë.
Për disa dem, kjo mund të jetë dita kur marrin një pagesë që ishte harruar, një shans që kishte mbetur pezull, apo një ndihmë nga dikush që se prisnin. Në disa raste, fitimi mund të vijë në mënyrë shumë të veçantë, përmes një dhurate, një mundësie që duket e vogël, por që hap një derë të madhe. Kjo energji është si valë drite që të përfshin të gjithin. Do ndjesh sikur diçka brenda teje po ndizet, sikur po rilin. Universi të thotë, ti ke qëndruar me durim, ke luftuar me ndershmëri dhe tani është koha jote për të marrë. Në dashuri, kjo ditë të jep paqe. Partneri ose personi që të intereson të afron dhe marrëdhëniet bëhen më të ngrohta dhe më të qarta. Në aspektin shpirtëror, do ndjesh një ndjenjë falënderimi, sikur gjithçka që ke dashur më në fund po merr formë. 13 nëntori për Demin është dita e bollukut dhe e realizimit. Mos e harro, sepse ajo që do ndodh atë ditë do të ndjek me fat deri në fund të vitit. Universi po të jep jo vetëm një thes me lekë, por një jetë me stabilitet dhe qetësi. Luani. Luani është i bekuar me një shpërthim fati dhe fuqie që më 13 nëntor e kthen në qendër të vëmendjes së universit. Planetët ndodhen në një konfigurim që për ty do të thotë fitore, vlerësim dhe lekë që rrjedhin me ritëm të shpejtë. Jupiteri ndriçon shtëpinë e arritjeve të tua, gjithçka që ke punuar, çdo përpjekje që ke bërë, tani shpërblehet. Në punë mund të ndodhë një zhvillim i madh. Ndoshta një ftesë për një bashkëpunim, një propozim që të ngren në nivel më të lartë, ose një moment ku dikush njohur për ndikimin e tij të hap derën e suksesit. Në financa, fati është i pamohueshëm. Parat vijnë si rezultat i një përpjekjeje të vjetër ose përmes një kanali që se ke vënë re. Do të ndjesh një lehtësim të menjëhershëm, një frym të re, një ndjenjë që më në fund jeta po shpërblen çdo sakrifisë. Në dashuri, kjo ditë sjell diçka shumë të bukur. Marrëdhëniet stabilizohen, zemrat që janë lënduar gjejnë shërim dhe një ndjenjë ngrohtësie mbulon çdo keqkuptim. Nëse je beqar, kjo është dita kur mund të takosh dikë që ndryshon rrjedhën e jetës tënde. Energjia e 13 nëntorit është shumë e fortë për ty në aspektin e ndjenjave. Universi të flet drejt për drejt, mos ki frikë nga drita, sepse tani ti vetë je drita. Bekimet që vijnë janë të shumë fishta, jo vetëm financiare, por edhe shpirtërore, sepse do ndjesh qartë se gjithçka është në vendin e duhur. 13 nëntori për Luanin është dita e fitimit, lavdis dhe rilindjes. Një thes me lekë mund të vijë në formën e një mundësie të madhe, një projekti apo një ndihmë që të vjen në momentin e duhur. Universi po të bën një dhuratë që do e kujtosh gjatë. Dëshiron të promovosh biznesin, produktin ose shërbimin tënd? Kanali ynë ofron hapësira reklamuese dhe promovime speciale për audiencën tonë të gjerë. Kontakto tani për detaje dhe bashkëpunime. Bricjapi. Bricjapi është shenja e përkushtimit, durimit dhe ambicies. Universi e di që ke punuar shumë, ke duruar në heshtje dhe s'ke kërkuar kurrë më shumë se sa meriton. Pikërisht për këtë arsye, 13 nëntori është dita e shpërblimit tënd. Në këtë ditë, energjia e diellit dhe e Jupiterit bashkohen për të ndriçuar sektorin e arritjeve të tua profesionale. Mund të marrësh një lajm që ndryshon gjithçka, një propozim që të çon në nivel tjetër, një kontratë që vulos stabilitetin tënd financiar ose një ndihmë që vjen në mënyrë të papritur, por në momentin e duhur. Ky është momenti i fatit të pastër. Universi ka vendosur të të tregojë se puna e ndershme dhe përkushtimi nuk mbeten kurrë pa shpërblim. Në aspektin financiar, parat vijnë përmes përpjekjeve që ke bërë në të shkuarën. Është sikur universi po të kthen gjithçka që ke dhënë, por tani shumë fish. Në dashuri, është periudha e stabilitetit dhe afërsisë. Çiftet afrohen më shumë, ndërsa beqarët ndjejnë magnetizëm dhe vëmendje të fortë nga të tjerët. Në planin shpirtëror, do ndjesh qetësi të rrallë. 13 nëntori për ty është dita kur universi të vendos në balancë të plotë me vetveten. Do ta ndjesh se gjithçka që ndodh atë ditë është si një domino që bie në vendin e duhur. Bekimi yt është i pastër, i qëndrueshëm dhe afatgjatë. Kjo është dita jote për të marrë atë që ke fituar me djers dhe durim. Universi të thotë, ti nuk e kërkove me zë, por unë të dëgjova me shpirt. Një thes me lekë, një rritje e madhe, një siguri që s'do të humbas më, kjo është dhurata që të pret më 13 nëntor.
Demi, Luani dhe Briciapi janë 3 shenjat e përzgjedhura të datës 13 nëntor, 3 shpirtra që universi i ka parë, i ka provuar, dhe tani i shpërblen me një thes të vërtet pasurie dhe bekimi. Demi merr bollkun financiar dhe stabilitetin që ka pritur. Luani merr fatin, lavdin dhe dashurinë që erin gjallë plotësisht. Briciapi merr shpërblimin e jetës së tij, një periudhë here sigurie dhe qëndrueshmërie që do zgjas shumë. 13 nëntori është data e artë e nëntorit, momenti kur qielli hap thesarin dhe e derdh mbi ata që e meritojnë. Nëse je një nga këto shenja, përgatitu, sepse bekimi nuk do vi si ëndër, por si realitet që ndryshon çdo gjë. Mesazhi i universit: mos pyet pse tani, pyet pse jo më parë. Ti ke qenë gjithmonë gati, tani është koha jote për të marrë. Shkruani në komente cila është shenja juaj dhe nëse ndjeni që 13 nëntori po ju afrohet me dritë dhe bollë. Mos harroni të abonoheni, sepse kjo është vetëm fillimi i një cikli të ri fati e mrekullie që do zgjas gjithë fundvitin.